Dollari ra në nivelin më të ulët që nga fillimi i vitit 2022, pasi presidenti Donald Trump tha se ishte i kënaqur me rënien e tij të fundit. Jo, mendoj se është fantastike, u tha Trump gazetarëve kur u pyet nëse ishte i shqetësuar për rënien e monedhës. Dollari po ecën shumë mirë, u shpreh ai. Komendat e Trumpit shtuan benzinë asaj që ishte tashmë rënja më e thellë e dollarit që nga futja e tarifave, që i quan tregjet në një rënje të papritur vitin e kaluar, duke nxitur frikën se ndryshimet e tij të paparashikueshme të politikës monetare do të shtynin investitorët e huaj të largoheshin nga Shtetet e Bashkuara. Pas komenteve të tij, indeksi dollarit Bloomberg i zgjeroi humbjet në 1.2% me monedhën amerikane që u dobësua kundrejt të gjitha monedhave kryesore, përpara se të stabilizohej pak në tregtinë aziatike të mërkurën. Presidenti ka akuzuar prej kohësh vendet e tjera se kërkojnë kurse më të dobta këmbimi për të stimuluar eksportet, dhe sekretari i thesarit Scott Bessent ka theksuar ndryshimin midis çmimit të dollarit dhe vlerës së tij si monedhë rezervë. Prandaj këto komente të fundit janë interpretuar si një dritë jeshile për operatorët financiar për të shitur dollarin amerikan. Një pjesë e rënies së dollarit ishte shkaktuar nga rimëkëmbja e ndjeshme e yenit që nga java e kaluar, ndërsa tregtarët përgatiteshin për ndërhyrje të mundshme nga zyrtarët japonezë për të mbështetur monedhën kombëtare. Rënia e fundit e dollarit ndodhi pavarësisht rritjes së rendimenteve të thesarit dhe pritjeve se Rezerva Federale është gati të pezullojë uljet e normave të interesit, të dy faktorë që tradicionalisht do të shiheshin si mbështetës të monedhës. Trump ka shprehur hapur dëshirën e tij për norma shumë më të ulta, të cilat do të rëndonin më tej dollarin.